ka një përgjegjësi të rëndë për detyrën e ruar, unë mendoj se këtu duhet të shikohet. Problemi tjetër, jam pensionist, nuk është se matematika dhe ka edhe mësues fizike, natyrisht se këto lëndë zhvillohen, po të shikohet në një perspektivë më të të gjej një punë. Matematika s'ka qenë e lehtë asnjëherë, edhe në kohën e mëparshme. Përshëndetje gjithëve, Alçi ka denë. Renkimi, listimi i tyre bën ata, nuk kemi, s'ka punë as qeveria, as kur. Mësuesit sot janë të detyruar të shkojnë me forcë në përbintingje o të bëhen pjesëmarrës të aktiviteteve, por ajo që ndodh sot është e papranueshme për të gjithë. Ndaj dhe në programin ton, programin për një rilindje shqiptare, ne kemi kushtuar një rëndësi të jashtëzakonshme sistemit arsimor dhe kërkojmë me çdo kusht që mësuesi, prindi dhe nxënësi të jenë treshja e pandar, ndërkohë që ne angazhohemi me programin ton që shumë shpejt, brenda 2 viteve të para, shkalla e arsimimit profesional të shkojë në 40%. Ne angazhohemi që ato studentë që kanë dëshirë të mbarojnë shkollën e lartë, të kenë mundësi që përveç një shkolle të lartë përgjithshme, të kenë mundësi që të konkurrojnë dhe në shkollën e lartë profesionale. Dhe kjo bazuar në kërkesat e punës. Të kenë mundësi në universitetet që do ndjekin, qoftë private ose publike, që pursimi të mos bëhet një plag e rëndë si që sot për të rinjt, por gjatë shkollimit kenë mundësi që dhe praktikën ta bëjnë në institucione të cilat në të ardhmen në bazë të aktivitetit që ato do të ushtrojnë të jenë prezent për të punësuar në këto institucione. Së pari Partia Socialiste në programin e saj ka këtë, të ngrej autoritetin e arsimit, të mos ketë frikë dhe të jetë i lirë shkoj kudo. Dhe atëherë sallat tona do të gumzhin, sallat tona do të thonë të vërtetën, sallat tona do të shërojnë këtë smur të Bosforit. Arsimi është për të qarë. Me këtë do që takon fjalët më të këqija për arsimin, duke ditur që arsimi vendor kur të vi radha krau tjetër, sepse ky është rekrutim fitore dhe sukseset mëdha, jo vetëm në arsim, por në të gjitha fushat, sepse i meriton këto sukses. Duam ta kthejmë shkollën, shkollë e fortë, shkollë me autoritet, shkollë me mësues të kualifikuar. Besoj se me rilindje, me Partinë Socialiste dhe me të rinj shqiptar, ne do ta çojmë përpara vendin. Te nxënësi nuk din një fragment përmendsh në një